me popullin. Korrupsioni i shfrenuar dëhre elitat politike që rehan Shqipërinë gjallë. Ja ku qeshin në fytyrën tuaj, o shqiptar. Gjysma e familjeve tuaja jetojnë në emigracion, duke punuar në punën më të rëndonta të Evropës, ndërsa Berisha, Meta, Basha, Rama dhe kriminalet e tjerë në kostume notojnë në pasuri të vjedhura. Pyetja nuk është si ndodhi, por sa kohë do t'i durojmë këta hajdut që na kanë kthyer shtetin në parajsën e tyre të haraqit? Emigranti, sklavi i shpresës së rreme. Ndërsa ti, o shqiptar, thyesh në Itali me 12 orë punë për 5 euro në orë, këta zotërinj e kanë bërë shtetin bankomatin e tyre. Remitencat tuaja, 10 GPS, i mbajnë në karrige këta tradhtar, ndërsa ata shpërndajnë tendera si zotërinj feudal. Po ku i ke parë këta të varfërit e partive në ndonjë kantier? Ata punojnë vetëm një punë, të vjedhin çdo qindark që nxirrni me ndjers. Elitat e korrupta, kush i bëri këta kohë që tërpasur? S'ka parti, s'ka ideologji, ka vetëm mafie. Sali Berisha, Ilir Meta, Lulzim Basha, Edi Rama, të gjithë kanë ndërtuar perandori me lekë të shtetit. Vila në dallëndyshe, aksione në monopole, banka në Zvicër. Me çfarë pune? Me tendera të manipuluar, me privatizime të mjegullta, me kontrata fantazm për miq të ngushtë. Ndërsa ju, o popull, betoni rrugët e Greqisë për të paguar kredi për një apartament që s'e sheh kurrë. Korrupsioni, kanceri që në aprish trurin. Transparency International na vë në vendin 110 të botës? Po kush ua vë veshin këtyre indekseve të stisur? Në Shqipëri, korrupsioni është fe. Ministri i Shëndetësisë blen aparate të shtrenjta me komisione, ndërsa nëna juaj vdes në korridorin e spitalit. Ministri i Arsimit shet poste mësuesish, ndërsa fëmijët e tu mësojnë në kontejner. Ky janë miliardat në xhepat e këtyre karavanëve politik që jetojnë si mbretër ndërsa ti nuk ke para për ilaçe. Populli vdes, ata festojnë. 22 në varfëri? Mos u merzit. Berisha, Meta, Rama e kanë llogarin plot. Ndërsa ti kërcen shokët e PD ose PS për një vend pune me 300.000 lekë, ata blejnë shtëpi në Dubai me para të spastruara nga droga e prostitucioni. Konkurrencë? Një tallje. Bizneset e vogla mbyten nga taksat e korrupsioni, ndërsa fisnikët e partive i blejnë koncesionet e burimeve tona me çmim hiqë. Revolta, kruar do t'i rrëzojmë këta kriminalet nër kostume? Dhe ti, o shqiptar, pse hesht? Pse i lë këta hajdut të tallin me mundimin tënë? Nuk kanë ndryshim pa gjak. Duhet t'i dëbojmë këta parazit që kanë pirë gjakun e kombit për 30 vjet. Dënimi i spakut për 2-3 të vegjël? Mashtrim për të mbytur zemërimin. Kërkojmë gjoba vrasëse për çdo politikan që ka bler vil me rroga publike. Konuk është fatë, është tradhti. Kur emigranti vret veten në Gjermani pse s'ka lek për të shkuar në Shqipëri, kur foshnjat mbyten në spital pa termometra, ku 1 milion rinj kanë ikur si refugjat kush ka faj. Korrupsioni i shtetit i mbajtur me greb nga këta zotërinj që na shajnë popullin e trash. Koha për të qëndruar në këmbë ka mbaruar. Jo më fjalë, por veprime. Shënim, ky artikull pasqyron hidhërimin dhe rebelimin e miliona shqiptarësh. Faktet të dokumentuara tregojnë korrupsion sistematik në 30 vitet e demokracisë së rreme. Nëse këta politikan nuk janë fajtor, le të na tregojnë burimin e pasurive të tyre me miliona apo miliarda euro. Fjala e fundit është e jona, jo e tyre.